Rruga që lidh 12 fshatra të Bulqizës dhe që njihet si rruga kufitare vijon të jetë problematike për të gjithë banorët që e përdorin. Rruga në fjalë ishte dikur në inventarin e autoritetit rrugor shqiptar, ndërsa tani i ka kaluar Bashkisë Bulqizë. Ndërkohë banorët që jetojnë përgjatë saj thonë se gjendja e rrugës kufitare mbetet të degraduar dhe pse gropat mbushen her pas here me zhavor nga punëtorët e mirëmbajtjes. Banorët kërkojnë që në këtë rrugë të bëhet investimi mirëfill dhe jo sa për të kaluar radhën. Ata presin që rruga të asfaltohet ashtu siç është premtuar. Fiqeri Velia thotë se historikisht zona e Gollobordës është lënë pas dore dhe nuk është bërë asnjë investim i duhur në të, çka ka sjellë edhe braktisjen e fshatrave nga ana e banorëve. Nga Shupenza, ura Zari, e këtu është 14 km, nuk ka ndaj rrugë pale se çfarë. Asfaltimin e rrugës pa tjetër, dhe tash e ka pas bashkia. Këtë rrugë edhe ka ngjele prapa metun, kjo rrugë o rrugë shtetërore, për në shteti duhet të vëmë dorë, e duhet të qetë fond, e të maron kjo rrugë sa më shpejt. Kjo punë nuk shkon më. Shteti duhet të vëmë dorë kësaj rrugë të asfaltojë pikë. Pikë e parë e shtetit, fillimi i punës, është asfaltimi i rrugës. Ujtë e pishun nuk është keq, kanalizimet nuk janë keq, domethënë, po kiq është rruga kufitare, duhet pa tjetër mene 3 mujoshit parë të eliminohet kjo punë. Është katastrofë, me ta një banxhi, kush vjen tuke ne, kemi turp, me i dalë për parë me prit në rrugë. Është katastrofë. Unë ku makinë vogël në shtëpi, që të më shopish me plash kanë kratu shku poshtë, s'mund vini se qava sot do kartë një ditë. Pagova 200.000 lekë. Pagova sot do kartë makinës. Në makinë vogël nuk ka lek. Tu është rrugë me pojë strata për fugona, për kështu. Situata në rrugën kufitare bëhet më problematike kur ka rreshje shirash pasi në të gjithë rrugën krijohen gropa të mëdha, të cilat vështirësojnë qarkullimin e automjeteve.